Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 6, vargje 37 deri në 42 apo 42. Le të lexojmë bashkë nga fjala e Zotit. Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni. Mos dënoni dhe nuk do të dënoni. Falni e do të jeni të falur, sepse do t'ju jepet një masë e mirë e ngjeshur e tundur gufuese, do t'ju jepet në preher, sepse me atë masë që do të matni, do t'ju matet edhe juve përsëri. Pastaj u dha një shëmbulltyr. Një i verbër nuk mund t'i prijë një të verbri tjetër. Vallë nuk do të bien të dy në grop. Dishepulli nuk ja kalon mësuesit vet, por çdo dishepull i mbaruar do të jetë si mësuesi i vet. Por që shikon lëmishten në syrin e vllaut tënd dhe nuk e vëre trahun në syrin tënd. Ose si mund t'i thuash vllait tënd, vëlla, ler të nxjerr lëmishten në syrin tënd, kur ti vet nuk e shet trahun në syrin tënd. Hipokrit, nxjerrë më parë trahun nga syri yt, dhe atëherë do të mund të shohesh mirë për të nxjerrë lëmishten në syrin e vllait tënd. Amen. Kjo është fjala e Perëndis, le ta mirëpresim si të tillë. Sot Jezusi vazhdon me predikimin e tij dhe mund shkojnë aty që fillon me fjalën mos gjykoni, edhe në fund pak ai vargu i fundit është pra që mos ta shikosh keq apo mos ta gjykosh, pra duket sikur lidhet rreth gjykimit, por është më shumë se sa kaq, më shumë se sa kaq. Në fakt janë disa këshilla apo urdhërime që mund të jenë duken si të shputura tek e tek, por çfarë është ajo që i bashkon bashkë? Dhe unë mendoj që tema e predikimit është prirja apo fryma e dishepullit vërtet. Çfarë është një prirje? Çfarë prirje të ka? Çfarë prirje duhet të ketë? Çfarë fryme duhet të ketë një dishepull i vërtet? Një pyetje që do ngrenim sot është ku është ndryshimi mes një dishepulli të Jezusit? Ku është ndryshimi mes një dishepulli të Jezusit dhe një farisej hipokrit? Ndryshimi i një personi trilindur që ka përjetuar mëshirën, faljen dhe bujarinë dhe hirin e Zotit me një person fetar si jashtëmi. Dallimi është në atë se si i trajtojmë ne bashkëbesimtarët dhe njerëzit që kemi pranë nesh, pranë vetes. Dallimi është tek fryma apo tek prirja, pra çfarë prirje kemi, dhe mënyrë kemi, pra çfarë prirje kemi në mënyrën se si shikojnë njerëzit dhe si trajtojmë ata kur gabojnë apo janë në gabim. Mund të jetë një person të njëjtë në një gabim, caktuar por dy njerëz apo një mëkat, po dy njerëz të ndryshëm mund të kenë prirje apo qasje të ndryshme. Nuk do ndalemi aty dhe thjesht për t'ju kujtuar nëse mbani mend atë gruan mëkatare që e zunë në flagrancë duke tralltuar dhe farisejt e vendosën mes dhe morën gurët gati për ta vrarë. Edhe e pyetën Jezusin. Ishte e njëjta grua me të njëjtin mëkat, por prirja e farisejve ishte për ta vrarë me gurë sepse e shikonin veten me të drejtë, me vetë drejtësi, që mëkati i tyre nuk ka rëndësi, por mëkati i tjetrit është më i madh dhe më i urryshëm. Përkundrejt Jezusit, që ju tha nëse dikush nuk ka mëkatuar, le ta hedhin gurën i parë. Ishte e njëjta grua, e njëjti mëkat, por qasja dhe mënyra se si u trajtua ishte e ndryshme. Gjoni këtë shprehje dhe mendoni pak si do duket. Perëndia na trajton ne në mënyrën se si ne i trajtojmë të tjerët. A ju duket kjo shprehje apo kjo thënie e rëndë, nëse Perëndia na trajton ne në gjithçka sikur ne i trajtojmë të tjerët? Ka shumë mundësi që përjetimi apo marrëdhënia, gjëja këtë momenti, ka shumë mundësi dhe përjetimi dhe marrëdhënia jote me Perëndin ngjan shumë. Ngjan, edhe të njëjtin marrëdhënie pak si kemi me Perëndin, ke edhe njerëz, ose si kemi njerëz që kanë me Perëndin, ngjan shumë. Në mënyrën se si i shikon apo i trajton njerëzit çdo ditë. Sepse është e vërtetë kjo, sepse ne i ngjajmë, apo më mirë, ne veprojmë sipas atij që duam të ngjajmë. Ne veprojmë, apo imitojmë Obama, apo veprojmë sipas atij që duam të ngjajmë, sipas modelit tonë.
Cila është pra prirja apo fryma e një dishepullit të Krishtit, cila është prirja që duhet të ketë. Dhe thirrja këtu është jo thjesht jemi imitues si jashtëmi, kopjues. Pra ata që njëherë për shkak ka një predikues të pëlqyer etj dhe mundohen të predikojnë, për shkak të predikojnë si ai, në mënyrën si ai. Kjo po është ky është imitimi i jashtëm, por ti s'mund të imitosh zemrën të patjetër. Prirja këtu është nuk thjesht jo vetëm për të imituar, për të qenë imitues të jashtëm, por thirrja këtu është për ta njohur dhe të kemi vetë zemrën e Zotit, të mësuesit tonë, të ngjajmë atij së brendshmi, jo thjesht për ta imituar si jashtëm, por të ngjajmë atij së brendshmi. Mbani mend që herën tjetër pam dhe folëm që ti duam armistan. Gjoj këtë. Folëm që ti duam armistan. Por në fakt është interesante, vjen Jezusi i ka lidhur, Luka i ka lidhur shumë bukur në ngjarje. Po nga një herë për ne shpesh është më e lehtë të duam apo të falim armistan, por një mëkat mos e herë të bëjmë kështu për punë, por kur diun ka vra dikush dikant, aty djalë na diku dhe çote ja fal gjakun, bën një vepër të madhe, është një heroizëm në fakt edhe shet si një akt trimërie. Dhe nga një herë është më e lehtë të duam apo të falim armistan, se sa të heqim dorë nga gjërat më të vogla, për shembull si gjykimi i vllaut ton. Apo të mos e falim vllaun ton të afërm. Nga herë më kollaj kemi të falim armikun, se sa të falim vllaun ton, të dashurin ton, motrën ton, gruan ton, burrin ton. Ndaj në vargun 37 në pjesën e parë, nga katër që dëshojmë sot në hirin e Zotit, është prirja, pra çfarë prirje do të ketë pra një dishepull i Krishtit folëm. Një dishepull i Krishtit do të ketë atë frymë, ose atë prirje, ose atë qëndrim, që do të ketë, po do të jetë shpirt mall, ose shpirt mallësia, apo shpirt gjerësia, apo kujtën çfarë fjalët mund të zgjidhni ju. Shpirt mallësia. E këtu pse është këtu fjala thotë mos gjykoni, mos dënoni, falni, pse ka të bëjë kjo, pse përmbledh kjo fjala shpirt mallësia këto? Njëra të thotë vargu mos gjykoni, nuk do të gjykoni, mos dënoni, që do të dënoni etj. Tani ky vargu t'jap pak kontekst se ky është vargu më interesant i Biblës. Ky është vargu që shpesh me shumë krishterë dhe me kolegë, ish kolegë etj, kanë bërë debat për këtë vargun, edhe s'lan me fol duke përdorur këtë vargun, sepse ti nuk fol për një parim, për një të vërtetë, për një gjë, për një çështje morale. Edhe ti thosh, nuk mund ta bëjmë këtë sepse kjo kështu, ose vlet apo kështu, thonë, por i lavash i bie, mos gjyko. Kush je ti që gjykon? Ne kemi gjykë edhe mesin tonë, kemi përdorur shpesh. E ta përdorim këtë vargun dhe ne vëllën me të mbyll gojën, mos me të lanë me fol, me thënë vërtetën e fjalës Perëndis. R.C. Sproul thotë që çdo jo besimtar, gjeni jo vetëm besimtar, çdo jo besimtar, edhe pagan, patjetër besimtar, por edhe çdo besimtar e din përmendësh këtë varg. A flet për kontekstin e vet në Amerikë, por në Evropë ndërkohë këtu. Ju thotë që amerikanët e perëndimorët e duan këtë varg. Marrojnë për këtë varg, çdo varg tjetër që i thotë Bibla, se përfillin fare. A këtë vargun mos gjyko, e kanë vdesin për këtë varg, e përdorin gjithmonë. Sepse me këtë varg ata shikojnë pra mbrohen me këtë varg, shikojnë sepse janë kundër ose e shikojnë dikën që i bën një gjykim apo një vlerësim, apo kur dikush thot një gjykim ndaj një gjëje, e shohin si një krim të madh, si një krim të urryer dhe përdorin fusin këtë vargun mos gjyko. Sproul thot dhe të krishterët edhe paganët, është interesante thot që din më shumë dhe përdorin më shumë këtë varg, se zgjonin 3:16, si e thonë është vargu më i përdorur në Bibël, më i preferuar. Po shikoni vetëm veni re edhe emisione televizive politike në shtetit tonë, po të njehni kur janë tu kafshë më edhe pa vash pse gjykon ti kush e përdorin këtë vargun biblik vend e pa vend. Okej? Edhe të krishterët e përdorin vend e pa vend, dhe binash kjo është vargu më i përdorur, më i preferuar dhe më i keq përdorur. Njëjtën kohë. Pra sa i thu dikuj, i përmend dikuj një mëkat, ai më njëherë kërcen, e thotë, vash, mos gjyko. A nuk thot Biblia mos gjyko? Ky varg e thot, është vërtet që e thot, por në çfarë konteksti dhe pse e thot? Ky varg
është shpesh nxjerrë jashtë kontekstit dhe është subjekt i keq kuptimeve të mëdha. Dhe para se të shohin çfarë po thotë ky varg, duhet shohin çfarë është rëndësishme, çfarë nuk po thotë ky varg. Ai nuk kam kohë t'ju shpjegoj këtu common law, civil law, kodi ligji i shkruar për këtë urdhërime që janë shkruar edhe ato, si më thanë, fjalët e urta për urdhërimet që shohin Biblën vazhdimisht. Nuk kam kohë t'ju shpjegoj këtë, por do doja, nëse vini në kafe ja shpjegoj. Por çfarë nuk po thotë ky varg është, ky varg nuk po thotë, nuk po mëson të krishterët, veçanërisht krishterët, po askënd. Nuk po mëson të krishterët të mos dallojnë të keqen me të mirën. Nuk po mëson këtë. Pse? Sepse janë dy njerëz në një diskutim, në një debat. Njëri thotë keqen apo mëkatin, dhe tjetri thotë mirën, dhe asnjëri nuk mund duhet të dalë jek barazim, sepse me thonë ti që kjo e mirë kundrejt atij që thotë kjo është e keqe, thotë mos gjiko dhe ta mbyllgojen. Kështu që nuk mund ta dallojmë, kemi pas si për dalluar të keqen me të mirën. Moralen e të pamoralshme. Nuk po mëson këtë. E kundërt, në fakt, profeti Isaia thotë, mirë ai që i thotë të mirës të keqe edhe të keqes të mirë. Mirë ai që i thotë të mirës të keqe edhe të keqes të mirë. Ky nuk është një ndalim, ky fjalë ky urdhim mos gjyko, nuk është një ndalim universal i kodifikuar për ai 10 urdhrimeve i ligjit moral, që ne s'duhet ta bëjmë kurrë si puna mos vraj, ne s'duhet vrasim kurrë. Edhe kjo po nuk është ky kuptimi universal që ne nuk duhet të gjykojmë kurrë. Por thotë tu mos gjykoj, nuk është duke thënë këtë. Sepse pastaj i bie të mos kemi drejtësi për asnjë lloj rasti. Mos kemi ballavaçim, mos dallojmë mirën me të keqen, tan kanë drejt, askush s'ka gabim. Kështu i bie të mos kemi disiplinë kish. I bie që kur dikush mëkaton, ne nuk mund të flasim, nuk mund të ulem me fol me të dhe diskutoj për mëkatin, sepse ai thotë përdor më një herë një varg biblik, mos gjyko, edhe on duhet i bindem urdhërimit mos gjyko dhe nuk mund ta gjykoj. Nuk ka lidhje fare me dallimin moral dhe me disiplinën në kish apo me gjykimin civil. Se kështu i bjen të shkojë një person që ka vrarë, s'ka la gjë pa bë, shkon në gjykat, i thotë gjykatësi ke vrarë, vjedhje kështu, ai thotë, "M'fal pushiti." Bibla thotë mos gjyko, s'ka drejt në fusësh në burg. Apo themi këtë, apo thotë këtë Jezusi. Nuk po thotë që mos kemi gjyq civil, as nuk po thotë që s'duhet të kemi. Në fakt, po ani na thotë për besimtarët edhe për kishën. Thotë ne kisha të mbledhë të gjykojmë mëkatarin, mbajmë në rastin të Korintasve. Edhe ai thotë, nuk është e vërtetë, nuk thotë Perëndia që besimtarët do të gjykojnë botën. Do të gjykojnë botën, gjykojnë edhe angjëjt. Por çfarë po thotë Jezusi këtu pra? Nuk është një urdhërim i kodifikuar. Çfarë po thotë? Por Jezusi po merret këtu me zemrën, me prirjen e zemrës, me prirjen e zemrës të një dishepulli që nuk është gjykuar nga Zoti. Një dishepull është falur, nuk është gjykuar nga Perëndia. Ne nuk na ka gjykuar Perëndia për çfarë ne kemi bërë, na ka falur. Atëherë nëse ne nuk kemi gjykuar, por jemi falur, ne prirja jon si dishepull i Krishtit është për të mos gjykuar, por për të falur. Një dishepull i vërtet nuk ka prirjen e zemrës me qenë vetëm kapës. Çfarë po thotë tu? Kjo është një qendrim zemrës, kjo është çështje personale, kjo është çështje e karakterit, po flet më shumë për karakterin e krishterët. Një dishepull i Krishtit nuk ka qëllim vetëm të jetë kapës, vetëm të jetë hetues, mos me lanë zgjama me kalu. Hipokritik, për çdo gjë me pas kritik, për çdo gjë që ndodh, për çdo çë bëhet me zgjedhje, ka 9 të mira, 1 të keqe, më marr me të keqe, me kanë super kritik ndaj tjerëve. Dhe në veçanti për ato mëkate, njëri këtë e bën, të gjykuesi, ky person i gjykues, mund ta shikojmë edhe të vetja, mund të hetojmë veten apo edhe njëri tjetrit me dashamirësi. Zakonisht personat që janë gjykues për mëkatet e tjerëve që kryesisht i bajnë vetë. Ai nuk ka prirjen për të gjykuar, pra di dishepull nuk ka prirjen për të gjykuar për të dënuar, por ndryshe për të mirë kuptuar duke e njohur edhe veten e tij, kur dikush tjetër mëkaton, bën një mëkat, duhet me mirë kuptuar me zemër mallësi, me zemër dashuri, nuk është jo e mirë atu, e kuptoj vëlla, por e kuptoj sepse unë bëj këtë njëjtën gjë, unë bëj njëjtën mëkat. Në këtë kuptim është do të thonë mos jemi gjykues për me vu tjetrin me shpallta për murin për të njëjtën mëkat dhe për mëkatin tan që mund të jetë ashtu edhe më i madh.
Personi që është gjykues ka tendencë që të njëjtën mëkat të vetja ta mirë kuptoj veten, ta arsyetoj të vetja, por të njëjtën mëkat të tjetri ta dënoj shumë rand. Arsi Sproul thot, ne kemi aftësi që ti rrotullojmë, që ti rrotullojmë, pra ti zbukurojmë, ti përdrejmë, që ti rrotullojmë pa maturit, apo mëkatet tona në atë mënyrë që ati bëjmë duken si virtyte. Edhe mëkatet tona kemi aq bukur kena aftësi me përdrejmë, me zbukuru, sa ta shesim si një virtyt mëkatin tonë, dhe mëkatet e tjerëve që janë më të vogla ndoshta se mëkati jonë, ta përdrejmë të kundërtën që kena qef ne, e ta bëjmë duket aq të madhe, aq kriminale, sa meriton një gjykim të rëndë. Arsi Sproul thotë, ky është problemi që ka qenja e rëndë, qenja njerëzore e rëndë, mëkat pra natyra, mëkatarë. Për me striku vetëm e përdrejlla me striku me që ato gati me nxjerr virtyt, dhe atë që është më e vogël e tjetër me nxjerr po as të madhe. Mbani mend shembullin e Davidit. Ai mbani mend shembullin e Davidit kur ai mëkatoi me Batshebën. Edhe i vrau dhe burrin. Etj. Dhe vjen profeti Nathan me urtësi dhe me takt, me taktik, duke i dhënë një shëmbulltyr për të treguar mëkatin e tij. Edhe i thotë ishte një i pasur që ishte 100 dele, 100 qinçe, tash edhe për mbledhjen e historinë që ju dini, ishte edhe i burr me atë fëmijë ishte vetëm 1 dele, nuk mori një nga kopeja vet, por shkoi i mori delen atij si s'kishte, pra gruan atij që kishte edhe një se Davidi kishte shumë. Thotë, si bëhet kjo punë, Davidi reagon më një herë sepse nuk e di për ka ashtu fol, mendon që ato fol për diçka tjetër, ja. Thotë me siç është në vërtetë, thotë Davidi, çotë ngrihet me një forcë për ta gjykuar tjetrin, thotë siç është e vërtetë që Zoti rrot ky njeriu meriton vdes, thotë. Sepse është duke menduar për tjetrin. Edhe profeti Nathan i thotë, e vërtetë, ti je pikërisht ky njeriu. Amen. Po ku e tregon historinë pa emër, po ja thon për Davidin, po ja thon për veten, Davidi, ti meriton vdes. Ku i thotë, ti je, s'pa vrasim edhe herë lang, ka e falim. Po vini është i njëjti mëkat, por të tjetri meriton vdekjen të vetja, meriton falje. Nëse shikon të tjerët në dritën më të keqe dhe pa mëshirë dhe me një pompozitet që duket sikur do të zesh vendin e Zotit, në rastin më të mirë thotë Hughes, është një kancer shpirtëror. Në rastin më të mirë nëse i shef në të mirë, është një kancer shpirtëror dhe në rastin më të keq është një shenjë që i vdekur shpirtërisht, i vdekur besimtar. Thotë ky autori, jo se mërzitën e mua. Në rastin më të mirë është një kancer shpirtëror, në rastin më të keq është tregon një vdekje shpirtërore, kur ke këtë tendencë. Nëse ti je gjykues dhe dënues për shkruan, nëse ti je gjykues dhe dënues për shkruan sjelljen tënde të përditshme, gjithë e bën nganjëherë, po je gjykac, je bën përdit këtë, keni kujdes, sepse mund mos ti jesh një dishepulli i vërtetë i Krishtit, sepse një dishepulli i vërtetë i Krishtit ka prirje për të mos gjykuar, për të mos dënuar, për të falur. Sepse një ati mëshirshëm ka bit mëshirshëm. Ose ndryshëm e thanë, që ose jemi bi të atit, që ose jemi të mëshirshëm, i takojmë atit jëtë tonë qëllorë që është mëshirshëm, që ose jemi të mëshirshëm, nuk i takojmë atit tonë qëllorë që është i mëshirshëm. Falni dhe do t'jeni të falur. Jo sepse vetë faljen vetë është një vepër e mirë dhe fiton faljen e Zotit si një merit, por sepse një zemër e falur, sepse një zemër e falur, dhe që falet çdo ditë, por ndjen na ka falur ne kur i shpëtuar dhe na fal çdo ditë, mëkatet tona i fal mëkatet tona. Një zemër e falur, por që falet çdo ditë ka fuqinë të falë, dhe të falë vazhdimisht e përdit. Po është e vërtetë. Disa mund të thonë, por nuk është e lehtë falësh, është e vërtetë, nuk është e lehtë falësh. Është e vështirë nganjëherë dhe duhet luftojmë, duhet përpëlitemi për të falur. Por një krishter i vërtet, edhe pse lufton në mosfaljen, ai kurrë nuk lëndohet, apo nuk hidhërohet aq shumë sa zemra e tij të mbihet e të shkojë deri në një mosfalje totale. Krishterët e vërtetë dhe një dishepull i vërtet ka prirjen dhe zgjen fuqinë dhe përpiqet dhe fal vazhdimisht.
Kjo është prirja e zemërmallësisë ose zemërgjërësisë. Vargun 38 do shohim prirjen dhënëse. Prirjen dhënëse. Jepni do t'ju jepet një masë e mirë nxjeshur e tundur gufues do t'ju futet në prehër ose në gjep, do t'ju hidhet në boqën tuaj. Jezusi në këtë varg ka mendje me një mënyrë, pra ka mendje figurë në mënyrën se si bëhej tregtia, jepeje merre në dhjetën e vjetër. Tani në dhjetën e vjetër Perëndia thotë, vazhdimisht nuk kemi kohë të ndalemi të shikojmë të vargje, por mund të bashkë diskutojmë. Por her pas here shohim duke thënë Perëndia ju urren masat apo peshat apo matit apo metrin e pasakt. Perëndia gjithçka dhe kur bën gjithçka bën mirë, më kur tempullin e ka fiks me metër, me kështu, me peshë, kaq arë, kaq atureza, kaq, dhe kur ndodh thotë do jeni të shenjtë siç jemi shenjtë. Dhe kur shkon e tjetri në pazar me shita në blej, thotë përdorni masa apo pesha të sakta. Sepse ajo urren peshën e pasakt apo masën e pasakt apo diçka tjetër. Nuk thot çmimin në rrite, po aныsh me rrit çmimin, aныsh me lut masën. Është një padrejtësi, është një vjedhje e padeklaruar. Edhe ka mendje masën sasinë. Tani vjen për shembull nëse për t'ia dhënë me sa më si më thon, më të kuptueshëm. Për shembull, mund shkosh në pazar në atë kohë, sepse tash i blen gjana të marrë kështu kohë, por shkon në atë kohë në pazar me blej për shembull një thes me bar apo një lidhje bari, domethënë një deng bari, një deng kasht, apo një deng grur, apo një deng misër. Tani masa është dengu është kaq. Por në këtë dengun, apo në atë thesin, mund të futesh 10 kg grur, edhe 6 kg grur, edhe 5 kg. Pra nëse e hell kështu vup e mush thesin. Por nëse e shtrëngon e shtyp e tent e mbush e shtyp e gufon e nxjesh në të njëjtën masë, në të njëjtën apo të njëjtën thes, mund futesh 5 kg, mund futesh 10 kg. Kupton çfarë po thotë këtu? Për shembull, më kujtohet shkova një herë kur jetonim në shtëpi kështu me qerate, kishim një sobë me dru, e shkova ble dru, edhe vjen atë kubaturën, 1 kub metër kub me dru. E çfarë bën ata? I marrin presin drut, kur e drut e prej, pas tivosën, hill drut dhe mush atë me dru, dhe drut rrin një kështu dhe ka në mes druve hapësirë as ta dush. Shkova i ditën edhe mundova mora ftash i thua me një palosën që tash më marr dru më shumë se ashtu duhet 1 metër kub. Më thanë ishte omjeshtër. Më pritte makina tha se e ka marr punëtorin tha që e mushat kubaturën. Sepse ai në të njëjtën kubatur dhe me fut 5 druj. Në fakt ai mund zën 8 druj të palosur të stivosur mirë. Kuptoni? Por duke e futur kes, duke mos e ngjeshur, duke mos e stivosur, duke mos ai të vjell në sasinë e peshën, a kuptoni çfarë po thotë? E këtu thotë jepni, se do të jepni një masë e mirë, e ngjeshur, e tundur, kur e tund thesin byt me shumë më shumë, e ngjeshur, e tundur shumë plot në kapacitet maksimal. Kur jep ngjeshë, kur jep do të japësh shumë, do të japësh mirë, do të japësh me një zemër. Jep shumë, jep me zemër, jep me shpirt. Mbush dorën kur të më dhon dikujt diçka. Domthon hajt jap një 2 çep, ku diun çfarë ja kështu. Mbush dorën. Kujtohet halla ime, më dhaj shishe raki, këto halla të si dojnë nipin, që shumë dhaj herë falin shishe raki. E kishte mushat shishen e rakis në top, shumë. Adin se Coca-Cola kur mush ka atë pjesë kur ajo është ajo, si janë shlet. E kishte mush kur e hapon rakin, se është nga shumë bruk modern, është nxjesh, është mushur. Sa ke frikë me hap, se gufon, pra thotë gufuese, pa me tund gufon del. Nuk e nxen e ka sëdisi e ka fut. Në këtë mënyrë do të japim. Kjo është prirje, kjo është mënyra si veprojnë krishterët. Sepse në atë mas që do të matni, në atë mas do t'ju matet. Sepse ne i ngjajmë dhe imitojmë i pëlqejmë Zotit tonë. Si dha Zoti jonë? Si dha Zoti jonë? Si e mushi dorën? Po them tash është figurative kjo. Si e mushi dorën? Si e mushi shpirtin kur ai dha për ne? Kam thënë dhe herë tjera, ai nuk dërgoi një profet, ai nuk dërgoi një angjëll, as kur angjëllin. Ai dha më të dashurin, më të shtrejtin, më të mirin. Birin e tij të dashur.
për shpëtimin tonë. E tu je bujar, je dhurus, je i gëzuar, jo të me thane, je bujar, je i gëzuar, je jep nxeshe tunde me gëzim. Janë dhe njerëz, e kemi një shprehje popullore dhe në nga anët tona janë dhe njerëz që nuk gëzohen as për vetin, edhe kur e mush për vetin, kush ka më hangër për vetin, pionën e mush pak. Që mirë për pak, hanë pak. Jep pak. Nuk gëzohet ma tjetër, nuk ka qenë një dhana për me pa tjetër mirë. Ma mirë se vetin. Kemi shprehje ne, themi, ma shumë gëzohet një copë lopa ku i shisë se mi pjellë e vetja. Pra mos tjetër, vesh tjetë kesë shajtë, s'ka nësi mos mirë ason. Kjo nuk është një frym, kjo nuk është një tendencë, kjo nuk është një prirje vëllezër motra të krishterëve, dishepujve të vërtetë. I krishteri jep, si thash, fal, jep. Është zemër gjërë, është dashamirës, nuk është merr. Nëse je merr, nuk je dishepull i Krishtit. Dishepull i Krishtit është jep, ka thënë një profesor kur ishte në gjimnaz, do profesor, mos jeni gjithmonë në shat. Me shpërmonë, jeni ka herë lopat, se shati e ka atë shumë vetëm me tërheq. Thot jeni ka herë lopat, disa njerëz që janë vesh me tërheq nga vetja. Vetëm me grumullu për vete, vetëm me mbledh për vete, vetëm edhe tjetër mos kenë. Krishteri është jep, fal. Jep në kapacitetin e plot, me zemër të madhe dhe bujare, kjo është zemra e dishepullit të Krishtit. E treta, vizion i dhënës. Ka një prirje për të parë, për të vepruar si duhet i krishteri dishepulli i vërtet. Dhe Jezusi, dhe pse merr këtë shembull, pra dy të verbërve në një shembull fizik, nuk ka qëllim të s'po merret pra me anën fizike, që edhe pse është e vërtetë, por ka qëllim të nxjerrë një parim, pra është një shembulltyr, në një shembull aty, për nxjerrë një parim shpirtëror. Dhe është e vërtetë edhe për fizikisht dy të verbër që ose janë dy të verbër dhe i verbri e ndjek zakonisht kur është dikush i verbër, zakonisht i fut krahun dikujt që shikon. Pra e prini është dikush shikon. Nëse një verbër i fut krahun një të verbrit, ata të bie në hendek. Po kjo është e vërtetë shpirtërisht. Dhe ngjoni këtë se kjo është shumë e rëndësishme. Duhet kemi shumë kujdes këtë dëgjojmë kush na udhëheq. Kush na udhëheq rrugën tonë. Kam thënë dhe tëjtin para një tëjtin, para dy tëjtësh. Duhet kemi shumë kujdes. Kush na udhëheq, kush na drejton, kush na ndikon. Kush na ndikon ne gjanat tona. Ne duhet të udhëhiqemi nga ata që kanë shikim të qartë, që kanë shikim të mprejtë, që kanë shikim largpamës. Siç ma ka thënë emri një shok i imi që s'po e them. Ku do të pa ke shumë kujdes kë ndjek, kush ndikon, kë ngjan, kush të udhëheq. Sepse nëse ndjek dikën që s'ka kush pamje të mirë, vizjon të qartë, largpamës drejt, me integritet, ka mundësi që ai të bie në grobë të shkosh ti me një herë mas ti. Për shembull, nëse të mëson një farise i mirë, do të bëhesh një farise i mirë. Ka rëndësi kush mëson. Thotë, është shtim me dalë mbi mësuesin, këtu më poshtë, ashtu kështu. Nëse të mëson një farise i mirë, do bëhesh një farise i mirë. Ki kujdes kë ndjek. Dhe ki kujdes në fakt tani edhe më shumë. Kjo është edhe më shumë, se në është kjo është edhe më shumë. Ki kujdes edhe kur mëson të tjerët. Si mund t'i mësosh kur vetë nuk e ke të qartë diçka? Ki kujdes sepse mund t'i japësh një shembull të keq. Leon Morris thotë, një krishter s'duhet këtë shpresë që të udhëheq, pra ta harrojë që mos ndërrojë të jetë drejtues ose udhëheqës. Një krishter s'duhet këtë shpresë që të udhëheq të tjerët përderisa e vetë nuk shikon apo nuk dallon të qartë ku po shkon. S'ka dallim të mirë shpirtëror. Një person që nuk di vetë dhe nuk ndjek rrugën e shpëtimit dhe nuk e drejton jetën e tij apo nuk e jeton rrugën e shpëtimit, mund t'i drejtojë, thotë Leon Morris, mund t'i drejtojë të tjerët në shkatërrim. I hell ngrëminë edhe të tjerët.
Ne kemi nevojë shumë për fjalën e Perëndis, patjetër ajo është drita, thotë fjala jote është drita, shtegun tim, vëllai, e dim. Kemi nevojë për fjalën e Perëndis, kemi nevojë për Krishtin. Kemi nevojë për njerëz që mësojnë fjalën e Perëndis mirë, e jetojnë atë çdo ditë. Na udhëheqin në shtigjet e duhura. E vargu 40 atje ka të bëjë kryesisht me Jezusin, patjetër. Ai është mjeshtri jon i madh. Mjafton si t'jemi si ai, s'kemi nevojë të shkojmë përtej tij, por edhe për ne. Duhet kemi kujdes ne si drejtues, duhet jemi përulur se nuk kemi ne matësi. Dhe duhet kemi kujdes për veten tonë se si ne modelojmë siç ta Pali në ndiqnin mua si çon në ndjek Krishtin. Tani në këtë kohë, pra një dishepëll nuk mund dalë në shumë më i madh se Krishti, në këtë kohë dikush një dishepëll mund dalë më i madh se unë. Por interesante është, mund bëhet më akademik se unë, mund bëhet më i zgjuar se unë, mund të njoh më shumë se unë. Por ka edhe rrezik këtu. Gabimet e mia, edhe pse ai mund të jetë më i mëshëm, më i zgjuar, gabimet e mia mund t'i kushtojnë atij, sepse njeriu ka herë ka tendencë të marrë të keqën. Dhe ja njektoj, për shembull në keqën, edhe pse mund bëhet më i mëshëm. Është shumë rëndësishme sepse gabimet e mia kushtojnë ndaj syt tan duhet drejtohen nga Jezusi dhe nga zemra e tij. Zemra e një mësuesi duhet drejtohet prej Krishtit. E duhet të jetë i dashur, i përulur, i mësueshëm. Vetë ne drejtuesi duhet të jemi të dashur, të durueshëm, mësueshëm. Dhe së fundi, Krishteri vërtet ka një prirje për vetë shqyrtim. Pra lidhet me këto, kjo e përmbledh, kjo pjesa e fundit e përmbledh gjithçka në një kuptim. S'do të ndalem shumë këtu sepse gjithë njohin këtë pjesë, është e përmendur në dim të shëmbëtyrën, shikoj më përpara traunë syrin tënd se sa lën miqtë në syrin e vllajt tënd e tjerë. Por ka sa që janë më të vogël, e shikojnë të tjetrin. Për të veten e kanë vështirë ta dallojnë. Dhe kjo në fakt kjo shëmbëtyr këtu e ilustron atë që tha Jezusi më përpara kur predikon herën tjetër bëju të tjerë atë që të dojnë të tjerë bënin ty. A ke dëshirë që të tjerë të shohin çdo gjë të vogël tek ti, masin me milimetra tik çukasin? Atëherë nëse s'don ashtu. Njerëzit kanë tendencën të shikojnë me lupë. Kanë tendencën të shohin sidomos të tjerë, sidomos drejtuesit e tjerë. Ka ndodhur mua disa herë, nuk do ndalem këtu sepse me shembull s'mund të flasim se jena kishë vogël dhe dallot apo. Ka ndodhur shumë herë që kanë ardhur njerëzit në një konferencë, në një kampanje gjë, më thonë, "Ki kujdes kjo se kjo." Pastaj jam marrë thënë po ti ja bën kështu. Au, se pas kam pa. Ti bëma ke son, po thjesht se ka pa. Po e bënon edhe more. Ty të pash po. Marrin se pash, burrin tim se pash, gruan time se pash. Veten burrin dhe gruan. Nuk mund ta shikosh. Mua edhe ose dikën tjetër ke më kollaj për ta pa. Edhe direkt më thotë, se pash. Pse? Sepse projektorët tonë pra në këtë natyrë janë për të pa tjetrin. Për të pa gabimin e tjetrit dhe jo gabimin të madh tonë. Për të pa lëmishtën në syn e vllaut për pa traumë. Pra Jezusi këtu po bën një thirrje për vetë shqyrtim, para se të gjykojmë tjetrin, para se të flasësh për tjetrin, shqyrtoj veten. Kthe shikoj nga vetja, s'pari. Kthe shikoj se vjen vetën si shtojnë amerikanë të pustë të tjetrit, po ti ishe ti si do bëje, po ti ishe në vendin e tij. Mundoj të vendosësh në vendin e tjetrit. Është rëndësishme ta shqyrtojmë vëllezër motra veten sepse është vështirë të bësh punën kuruse të tjetrit, nëse nuk shef mirë. Nëse i ke sipër, nëse je po themi dentista kirurg që është duhet të pa mirë, duhet të pas edhe shikimin e mirë për me hequr gabimin atë gjën e vogël. Nëse se ke shikimin tan të mirë, vazhdon nga kështu e ke vështirë ta ndihmosh tjetrin. Dashuria vëllezër është shpirt mallësi, është shpirt madh, është bujare, është dhënse, është false. Prirja dhe fryma e dishepullit të vërtet, është të qenë e tillë, si fryma dhe prirja e Zotit tonë
Jesu Krisht. Prandaj është një thirrje këtu për ta shqyrtuar veten. Edhe me të vërtetë ju nxis sot ta shqyrtojmë veten tonë së pari. Ashtu siç thot psalmisti në Psalmin 139, vargu 23 dhe 24, kur thot me heto o Perëndi. Pra, heto mua, thot shikoj atjetrin e Zot. Dy David thot, shir atjetrin çfarë do bën. Shikoj këtë tani e kanë. Psalmisti thot me heto o Perëndi dhe njihje zemrën time, me provo dhe njihje mendimet e mia dhe shikon nëse ka tekun ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq nëpër rrugën e përjetshme. Heto mua, më udhëhiq mua, se nëse s'u udhëhiqesh vetë, si mund të udhëheqësh tjerë, si mund të ndihmosh tjerë. Një dallim, një gjë e bën ndryshe, pra siç thash që çfarë bën ne nga një fetar apo një farise. Një fetar apo një farise ka prirje të brendshme për veten, me shikuar me marr për veten dhe ka prirje të jashtme për gjykuar. Një dishepull i vërtetë i Jezu Krishtit ka një prirje të brendshme për të vetë hetuar veten dhe një prirje të jashtme për të dhënë, për të falë. Vini? Edhe në fakt Perëndia ynë është i tillë, po të lexojmë këtë libër që po lexojmë për Perëndin, thotë Perëndia është i jon trion, ka një prirje për të dhënë si jashtëm. Dhe për të marrë për të ka për vete, sa është i gjithë plot. Perëndia ka një prirje për të dhënë si jashtëmi, dhe ne nuk duhet jemi me prirje për të shikuar si jashtëmi e për të marrë zbrendshmi, por me një prirje për të hetuar zbrendshmi dhe për të falë e për të dhënë e për të toleruar, për të dhënë mëshirë si jashtëmi. Kjo është zemra e Atit tonë. Ky është modeli i Krishtit tonë si jetoj. Qofshim ne me zemrën si të Atit. Në ngjashim Krishtit në çdo gjë, kur them jo imitues, por për zemrës së Tij. Gjë Zoti ynë pëlqim zemrën tonë për shkak se ai na ka veshur me drejtsinë e Tij. E ti lutemi Zotit sot me gjithë zemrën, si psalmisti. Me heto Perëndi, një zemrën time me provoj, një mendimet e mia. Dhe shikon nëse ka tekun ndonjë mas, ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq nëpër rrugën e përjetshme. Të lutemi.